Dhjetra banor të fshatit Bashkim në njësinë administrative Levan janë ngritur në një protestë mëngjesin e kësaj të premteje me pretendimin se po u grabiten tokat nga një kompani private, e cila prej 7 vitesh zotëron një plantacion me sheg në territorin e tyre, të minartuar nga Ministria e Bujqësisë. Ata shprehen të indinjuar se përveç tokave djerë që ata i përdornin për kullota dhe një pjesë të pyllit, tashmë kompania në fjalë po kërkon të zaptojë edhe tokat që fermerët i kanë marrë me vendim gjykate dhe sipas ligjit 7501. Kanë marrë 6 dylym janë futur te kjo numër këtu 14 dylym e 300. Jo, edhe 714. Edhe 714. Më janë futur me ligjin 7501. I kam paguar taksat për 35 vjet të rregullta dhe këtu nuk toka është e marrë me e keni të filmuar këtu të ashtu. Edhe ta pa pyetur fare, pa ashtu nuk pyesin për njëri gjallë. Duan jemi ne thonë, nuk pyesin për njëri, nënda. Ju keni bërë denoncim në policinë e Fshehtë? Po, kemi bërë denoncim, dije bëm denoncimin brem, kur erdha që pas ato, edhe tani nuk e dim çfarë do bëjmë. Këtë përgjigje që do ta merrni, të na i transportoni më lart, se ne nuk kemi mundësi që të miremi me ta. Dokumentat, ja ku i kam si që i pati zotëria, shu i kam dhe unë, tjetri, tatimet i kemi paguar vit në vit, tash qa janë ta që vinë më veni mua në tokë time 50 metra kalemat më marrin tokën time, që ma ka dhenë shteti me 7500 njarë që është. Ku është kjo drejta? Mirë pjesën të jashëllirën që ka qenë zhukat të deri këtu. Kanë qenë deri këtu zhukat, edhe ferat, edhe i kemi prerë ne si fshat, pjesë, çdo person. E kemi pastruar, e kemi bërë tokë për të ushqyer. E të din ata të nga i marrin ne, qa janë ata? Ne nuk jemi në ata që të kërcasin kjo, edhe asë që se duhem atë gjë. Pse na i bëjnë? Përballë kësaj situate, banorët thonë se nuk janë pyetur asnjëherë dhe madje situata ka degraduar deri në përplasje fizike. Të ndodhur në këto kushte, ata kërkojnë ndërhyrje urgjente të institucioneve përgjegjëse për sqarimin e situatës, në mënyrë që situata të mos shkojë deri në vetgjyqësi. Po sipas tyre janë më shumë se 150 familje që preken nga kjo situatë dhe rreth 60-70 hektar tokë është zaptuar padrejtësisht nga viti në vit. Situata në fjalë është denoncuar edhe në drejtorinë vendore të policisë Fier nga një përfaqësi e fermerëve.